Edhe një tjetër ditë ndërkombëtare për të drejtat e njeriut e gjen Maqedoninë e Veriut në gjendje jo të mirë. Çdo ditë regjistrohen shkeljet të drejtave të njeriut, ndërsa më të shpeshta janë rastet me gjuhën e urrëties. Drejtoresha e Komitetit të Helsinkit Urania Pirovska tha se ky fenomen është më i theksuar në periudha parazgjedhore, ndërsa nënvizoi se shpesh si pasojë e gjuhës së urrëties regjistrohen edhe vepra penale, respektivisht incidente të prodhuara nga urrëtia. Vërejtjet tona janë në drejtim të njëjtë, pra në raport me gjuhën e urrëties, për çka akoma nuk ka luftë energjike, sepse në çdo ditë në platformat tona të internetit regjistrojmë numër të madh të rasteve të gjuhës së urrëties. Nga ana tjetër kemi bilans prej 5 ose 6 aktgjykimeve për gjuhë të urrëties, që është vërtet qesharake. Duke pasur parasysh faktin se çdo ditë dikush është targetuar dhe është viktimë e gjuhës së urrëties, pavarësisht me çfarë baze. Po ashtu në platformën online për vepra penale, incidente nga gjuha e urrëties. Gjendja mbetet pothuajse e njëjtë, që është normale, duke pasur parasysh faktin se gjuha e urrëties i prodhon veprat penale nga urrëtia. Sipas saj, në rritje është edhe numri i rasteve të vrasjes së grave, ku vetëm vitin e kaluar ishin regjistruar 4 raste të femicidit. Ajo shtoi se në pothuajse të gjitha rastet të hulumtuara, viktima më herët e kishte denoncuar rastin, por institucionet nuk kanë reaguar në kohë. Të drejtat e njeriut shkelen edhe në burgjet e vendit, ku sipas Pirovskës, përveç mbipopullimit të burgjeve të burgosurit ballafaqohen me kushte njerëzore. Maqedonia ballafaqohet me mbipopullim të burgjeve, me kushte jo njerëzore, kushte që në fakt paraqesin torturë, kushte që askush nuk do të duhet të rri e të mbajë dënimin me burg. Dënimi me burg duhet të sigurojë që i burgosurit ta kuptojë rëndësinë e asaj që e ka kryer. Kjo nuk mund të ndodhë në kushte në të cilat ato e mbajnë burgun. Drejtuesja e Komitetit të Helsinkit tha se interesi aktorëve politik dhe personave relevant në vend nuk është as pak i fokusuar ndaj të drejtave të njeriut, ndërsa institucionet nuk i përgjigjen në mënyrë kompetente shkeljes së këtyre të drejtave.